viteve, ata kanë një lloj rotacion. Kështu që ti si vend antar do të vinte ora. Mund të kisha ardhur më përpara deri në këtë moment. Është një aktivitet për që gjithë përgjegjësitë kanë ata, thjesht vendi duhet këtu. Dhe ne prandaj jemi në siklet, sepse një gjë që ka një interes kaq të madh planetar, këto tonët ata shfrytëzojnë në favor të vet. Në fakt s'ka asnjë lidhje përveç faktit që zhvillohet në Shqipëri, s'ka asnjë lidhje. Shqipëria në NATO është thjesht vendi që strehon mujahidinët, që mori ata ujgurët, se kaq kemi ne. Këllqet, nuk kemi ne mundësim shumë. Biles ne NATO, në mënyrën se si e qeverisim vendin, ne i ofrojmë më tepër pas sigurisë sa siguri. Por me që se jemi territori vogël, nuk kemi akoma kaq shumë problematik për ta. Patjetër që Rama do lëviz çdo gur që deri në atë kohë të jetë në krye të vendit dhe ta shijojë atë si një fitore të jashtëzakonshme dhe për mua vërtet do të jetë si të mund eventi, po e hoazoj termin e Antonit, eventi më i madh që ai ka arritur. Edhe pse në slogani i kësaj fushate që Shqipëria në BM 2030, që i bie mandati 5. Sa atë do e marrë automatikisht. Ajo është mandati 5. Se duhet ta shijojë edhe. Tani, ajo që ai e ka më afër dhe është arritshme, se kjo s'ka nevojë, ti nuk konkuron atje, nuk i ngarme askan për ta fituar organizimin e atij takimi kaq të madh. Kështu që Rama do lëviz të gjitha gurët, të qëndrojmë këmbë, do bëj edhe klonin, edhe prestigjatorin, e gjitha që deri në 2027, për fatin tonë të keq, nuk është kohë edhe në gjeopolitik, nuk është kohë në favor të demokracisë dhe të vendeve demokratike, për shkak të zhvillimeve globale. Demokracia ka dalë në vend të dytë, ne shikojmë gjithandej që më tepër po anohet nga krahu tjetër, pra nga autokracia sesa nga demokracia. Nëse do ishte vërtet era e demokracisë edhe në kontinent, patjetër që njerëz si Rama nuk do t'i gjeni dyert hapur, që shkon kaq lehtësisht e pret Meloni, shkon te Macroni, shkon te tjetri, sepse vërtet ata nuk po vrasin mendje për demokracinë këtë kohë. Ata po vrasin mendje çalli kemi ne, po na e mbaron ti këtë punë. Po e mbaroj. Çfarë do t'i dojnë kamp? 1 miliard e sa ka shkuar ai kampi atje, që s'shërben për asgjë. Por ne e bëm tonët. Pra, Rama. Edhe një argument pastaj kur ta mbaroj. Pra, të gjitha këto, po të shikosh, Rama do t'i lëviz gurët dhe do kërkoj me patjetër që të jetë ai organizatori, siç bëri. Pra ta ketë ai mundësinë që t'i presin, dhe mbani mend çfarë bënte në takimin e fundit që u zhvillua në Tiranë. Pra të vendeve të Bashkimit Evropian, shikoni se si ai që sot ka filluar me mendjen e vet, me gjithë enturazhin e vet, duke e shitur si arritje, madje që dije filluan mediat me një. Një arritje e madhe, tu do bëhet samiti. Ajo dhe këpucë të bardhë. Pastaj deri atëre pa le çka dalë, se mund të ketë ardhur prap koha e ku diun e